Së 2 minuta se cili. Kush da paraqes kërkesën? Zoti Balla. Zoti kryetar, nisur dhe nga diskutimet që bëm ditë në hënë nga të dyja krahët e kësaj salle, të majtë, të djathtë, socialista apo demokrat, të cilët me të drejtë ju referuan ngjarjes së rëndë të ndodhur ditën e diel në Durrës. Dy deputet të Partisë Socialiste kanë depozituar disa amendamente që synojnë, le të themi, marrjen e masave parandaluese ndaj drejtuesve të mjeteve të papërgjeshëm ose recidivistë në shkeljet rrugore. Dhe në këtë këndvështrim për të lënë kohë që edhe kolegët e grupit parlamentar të Partisë Demokratike apo kolegët e tjerë të grupit parlamentar t'i shohin, dhe komisioni po ashtu dhe Ministria përkatëse, kërkojmë shtyrjen e diskutimit të kësaj çështje me qëllim që të kemi konsensusin e plot dhe në kuptimin edhe të njohjes, për shkak se numri i neneve të propozuar është 9, pra është më shumë se sa nenet që kishte projekt ligji, atëherë besoj që bijem gjithë dakord për ta shtyrë bashkë me kolegët që të ketë kohë dhe kolegët e tjerë që t'i shohin. Faleminderit. Ka folës pro, kundër? Po, folës kundër, zoti Gazmend Bardhi. Faleminderit, zoti kryetar. Në fakt, ndryshimet në kodin rrugor kishin bënin me reflektimin e një direktive të Bashkimit Evropian në legjislacionin e brendshëm dhe me qenë se jemi te e njëjta temë të integrimi evropian, nuk ka gjë më qesharake se sa të thuash se kemi prioritet kombëtar integrimin evropian dhe të votosh kundër që kuvendi të diskutojë për integrimin evropian. Do ishte në nderin e këtij kuvendi që çështjet që lidhen me integrimin evropian të ishin pikë pare çdo seancë plenare, ku ne diskutonim çfarë po bëjmë mirë, çfarë duhet bëjmë më mirë që të përshpejtojmë integrimin evropian të Shqipërisë. E sa për qesharak që do e diskutojmë ne përpara se ta diskutojë Parlamenti Evropian, ajo është një raport, një rezolut e miratuar nga Komisioni i Politikës Jashtme. Dhe nuk ka asgjë të keqe që ne të diskutojmë këtu në kuvend, e madje edhe të kontribojmë që në draftin final të miratuar nga Parlamenti Evropian, nëse ka diçka për të përmirësuar, të përmirësohet. Qesharak është që ndërsa se ka firmosur vetë SBA-ja antarësimin në bord paqe për lajmdite vim dhe e miratojmë ne të parët. Kjo është bësh qesharak. Pa e miratuar akoma Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pa e firmosur akoma presidenti Trump, ju për lajmdite se s'ju a ksheftuar shefin në Davos, sollët tu dhe ishim ne të parët që e miratuam. Kjo është të bësh qesharak. Po për të flasësh për integrimin evropian, nuk është asnjëherë të bësh qesharak. Përkundra, është të bësh serioz dhe ta trajtosh realisht si prioritet kombëtar dhe jo si propagandite siç e bëni ju, që edhe Këshillin Kombëtar të Integrimit përsëris Përfundoni, lutem. E keni kthyer në organ një partijak. Pra nga çdo proces që lidhet me integrimin evropian, keni përjashtuar opozitën dhe kostot do t'i mbajë Shqipëria, jo ju. Hedhim në votim të hapur me karton propozimin e grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Kush është pro, kundër, abstenim? dy pro, 25 kundër, kërkesa miratohet. Vazhdojmë me rendin e ditës. Para se të vjojmë me pikën e dytë të rendit ditës, ka disa kërkesa për procedurë. Zoti Tritan Shehu. Më pas, zoti Agron Shehaj. Ju lutem ju kujtoj që sot është ditë e ngarkuar, siç edhe e dëgjuat, rendin e ditës, ndaj t'i përmbahemi strikt rregullores, qoftë minutazhit, qoftë edhe tematikës kur është fjala për procedurë. Faleminderit zoti kryetar, koleg, do ngrë diçka që unë e konsideroj shumë të rëndësishme nga ana procedurale, po dhe nga ana nacionale dhe për sigurinë kombëtare të Shqipërisë. Prandaj kam përgatitur, them drejtën dhe me shkrim,
që të citoj atë që do citoj në mënyrë shumë korrekte, se kam mjaft rëndësi ai citim. Kemi ftuar kryeministrin të vijë në komision të jashtëm për të folur, për të shpjeguar në lidhje me artikullin Rama Vučić. Nuk erdhi. Dërgoi ministrin e jashtëm, megjithse qartësisht ai shkrim është personal dhe marrëdhëniet Rama Vučić kanë një karakter personal me gjithë implikimet e mëdha shtetërore që japin. Në 36 orëshin e fundit, 36 orë përpara, presidenti i Serbisë Vučić, ju lutem. Ju lutem ta dëgjojmë kolegun, qetësi. Ju lutem. Unë besoj se kolegët e opozitës nuk duan të dëgjojnë këtë që do them pak sekonda më poshtë. Si duket ndoshta e kanë kuptuar çdo them dhe u djeg shumë. Por megjithatë, ju lutem mbani qetësi se ka shumë rëndësi. 36 orë. Zoti kryetar, do vazhdojmë seancën? Ka mundësi ta dëgjojmë Se kolegun. këtu ka një sabotim aktiv nga majoranca ndaj kësaj që do them pak sekonda më vonë. Është frika, e kuptoj. E ndjejnë peshën e rëndë saj deklarate që do them pak më vonë. 36 orë më parë, presidenti Vučić nga televizioni Informi i Beogradit bëri këtë deklaratë. Kjo aleancë është fjala për aleancën ushtarake, Kroaci, Shqipëri, Kosovë, është bërë me insistimin e Kroacisë. Jemi informuar, vini e mirë qartësisht tash këtë do them. Jemi informuar nga Tirana dhe kemi dhe info sekrete nga Prishtina, po jemi informuar nga Tirana që pas saj qëndron një shtet tjetër që ka bërë presion mbi Zagrebin që të realizohet kjo aleancë ushtarake. Pra, Vučić për mua është shumë i qartë këtu. Është mjaft korrekt dhe shumë i qartë. Duke thënë qartësisht, jemi informuar nga Tirana. Që është Tirana? Informatori Beogradit, vasali Beogradit, është kjo në vazhdën e artikull të Rama Vučić të botuar, ku jemi këtu? Që është kjo? Pra kemi një diferencë të madhe dhe midis Prishtinës dhe Tiranës. Qose nga Prishtina ka informacione sekrete para me rrugë të tjera inteligjente, nga Tirana ka lajmërim direkt. Direkt. Ka informim direkt nga shteti shqiptar, nga institucioni shqiptare dhe ndoshta nga kryeministri i Shqipërisë. Prandaj, zoti kryetar, kam një pyetje për ju tash dhe për kolegët e këtu të majorancës. A nuk duhet vi kryeministri shqiptar? Përfundoni, lutem. Qoftë për artikullin, qoftë për të deklaratë të Vučićit, mendoni vetë. Mendoj se kjo ka një rrezik të madhe kombëtare, ka një rrezik të madhe për imazhin e Shqipërisë, jemi antar i NATO-s dhe në të mënyrë ne shkatrojmë imazhin dhe besueshmërinë tonë brenda NATO-s. Faleminderit. Faleminderit, fjala për zotin Agron Shejaj. Faleminderit zoti kryetar. Kemi marrë përgjigje javën e kaluar për mohimin e 2 interpelancave, një që lidhet me Akshin dhe një tjetër me Air Albania. Në bazë të rregullores kërkoj 10 minuta zoti kryetar. Për 2 interpelanca, interpelancën e parë Na janë mohuar 2 interpelanca. kemi kthyer përgjigjen e kaluar. Javën e kaluar keni kthyer përgjigje për interpelancën që kemi bërë në lidhje me Akshin dhe në lidhje me Air Albania. Më takojnë 10 minuta fjala për refuzimin. Për refuzimin për cilën interpelancë keni fjalë? Për të dyja. Po njëra u konsumua herën e kaluar. Ja jo ishte për i pardin, zoti kryetar, ju moni Ndërsa shumë për interpelanca, keni tjetër, humbur nëse fillin. keni fjalën për interpelancën e kërkuar me ish zëvendës kryeministrin Balluku. Jo, nuk e kam me atë, Po për pra sqaroja, ju lutem. Më fal, zoti kryetar, çfarë ka për të kuptuar? Kemi bërë 2 interpelanca, një në lidhje me Akshin dhe një në lidhje me Air Albania. Javën e kaluar keni kthyer përgjigje negative për 2-a, janë refuzuar. Kemi nevojë për një parashtrim, zoti kryetar, 10 minuta për mohimin e interpelancës.
Po presja të kthjelloj. Pra një interpelancë u zhvillua herën e kaluar, u kthye përgjigja, u bë debati herën e Për kaluar. Ipardin, po ishte interpelanca për Ndërsa Po. Ndërsa për interpelancën e parë që lidhet me Akshin, Po. duhet të ishte bërë kërkesa juaj për të diskutuar, për të konsumuar 10 minuta, që të drejtën që keni për të mbajtur fjalën 10 minuta për interpelancën në moment, ndërkohë kishte kaluar një muaj. Zoti Bardhi, në cilin moment, nuk është kërkesa juaj. Zoti kryetar, në cilin moment? Në momentin kur është njoftuar, kur është kthyer përgjigja për refuzimin e interpelancës. Ju lutem vjojmë se kjo nuk është seancë pyetje përgjigje. Keni diçka procedurë? Zoti kryetar. Urdhro. Më është refuzuar kërkesa për interpelancë.